dashur prindër, 3 vite më parë më besuat një pjesë të shpirtit tuaj. Më besuat duart, buzëqeshjen dhe zemrën e tyre të vogël. Që nga ju det, çdo përshëndetje në mëngjes ishte më shumë se rutinë. Ishte një përqafim i heshtur, një dorë që më kujtonte përgjithësinë më të bukur në botë. Sot i shikoj me krenari. Janë rritur, janë gati për hapin tjetër, e megjithatë, një pjesë e zemrës sime mbetet me ta. Ju falenderit prindër të dashur, për çdo mëngjes që më besuat fëmijën tuaj me besim të plotë. Dhe juve fëmijë të dashur, ju uroj çdo hap në rrugën e dijes të jetë i mbushur me dritë dhe gëzim, sepse bota ka nevojë për ju. Mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë për të gjithë ne. Festën lam të mirë kopshte em. Sot jemi mbledhur për të përshëndetur një kapitull të bukur të fëmijëve tonë. Kohën e artë të fëmijërisë në Kopsh dhe për t'i uruar një fillim të mbarë në rrugën e dijes. Ta ftojmë në skelë drejtoreshën e Kopshtit Foleja 2, zonjën Naile Kovaci Bekteshi, ku e falenderojmë që gjatë gjithë këtij udhëtimi na ka mbështetur me shumë përkujtim dhe mirëkuptim.
Përshëndetje për të gjithë. Kam kënaqësinë dhe nderin që sot të hap këtë ceremoni të rëndësishme të programit të fëmijëve Lam të Mirë Kopshti M. Të nderuar prindër, të nderuar edukatore, të nderuar të gjithë të pranishmit që jeni sot këto dhe ju të dashur fëmijë. Sot është një ditë e veçantë ku përmbyllet një etapë, duke filluar një etapë të re rrugtimin drejt shkollës. Sot është një ditë dhe festë e veçantë nga fëmijët, ku kam përgatitur një program bashkë me edukatorët me përkushtimin e tyre, ku atëherë unë ndaj mirënjohje dhe falënderim të pamas për edukatorët për punën dhe përkushtimin e palodhur që e bëjnë çdo ditë. Gjithashtu, ju falenderoj të gjithë prindërit për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme gjatë gjithë këtij rrugtimi, gjatë këtyre viteve. Fëmijët janë qenia më pa t'jallëzuar në jetë dhe janë ardhmëria jonë. Andaj ne duhet t'i kushtojmë prioritet më të madh themelit të edukimit për një arsim më të suksesshëm. Të dashur fëmijë, atëherë që mos të gjash më shumë të la hapësirë programit, ju uroj të dashur fëmijë, ju uroj shëndet, patë dhe shumë suksese në çdo hap të jetës, drejt rrugës së dijes. Faleminderit, ju uroj të kaloni çastet të këndshme. Faleminderit drejtoresh për fjalët plot plotësi dhe dashuri. Tani ftoj në skenjë Noela Ysene, Nur Kastrati, Jara Feka dhe Jon Bonjako, të cilët do të ndajnë me një përshëndetje të veçantë, një mesazh që vjen nga zemrat e tyre të pastërta. Ne Lam të Mirë plot ndjenja për kushtin e tyre të dashur. Mirë të dashur prindër, edukatorë, familjar të tjerë. Sot është një ditë e veçantë për ne, sepse ne sot pifojmë Lam të Mirë Kopshti tu. Faleminderit drejtoresh, faleminderit Kopshti, fëlej atë, ku së bashku këtu kaluam shumë vite, ku për ne fëmijët do të jetë në këtë mirakullueshëm i femërisë tonë, dhe Zot ka fal për kujdesin dhe dashurisë edukatorëve tonë. Këto kimi mësuar, kimi qesh dhe miritor, gjatë këtyre viteve, ne këto mësuar shumë gjëra, rrafetës rradotës, e tani jemi gati për të nisur një kapitull të ri shkollor. Shumë vërtet, ne këtë mësuam shumë gjëra për pasë të largohemi dhe të shpallosemi një program që kemi përgatitur me plot kanë valla kujtime. Tani do të dëgjojmë fëmijët të cilët do të ndajnë me ne atë çfarë kanë përjetuar dhe mësuar gjatë këtyre viteve në Kopsht. Unë isha shumë e vogël dhe erdha në Kopsht vetëm 2 fjalë thoja. Babi dhe mami, unë u rrita në Kopsht. U mësova të flas dhe të shoqërohem me të tjerët. Po ti tua? Po tuana, edhe unë erdha që e vogël. I kaluam gjithë këto vite bashkë. Bashkë ngrë, bashkë bëm gjumin, po ti Nur Feka? Ua po erdhe në mandja se kalon 4 vite në Kopsht, apo jo Blen? Po, Nor, viti I parë ishte të 2 vjeçare, të mësuesat tonë të para ishte Lona dhe Marigona. Viti I dytë ishte të 3 vjeçare, viti I tretë ishte të 4 vjeçare, viti I katërt ishte të 5 vjeçare. Dhe tashmë toka përfunduar klasën përgatitore dhe të shkojmë në klasën e parë, po ti ka? Po, mare Blen, mësojmë të flasim, të luajmë, të këndojmë, po ti visa? Po, të gjitha këtu I mësuam përmes lojës, po ti ati? Po, pra, ja i ka 7 ditë, lë 5 ditë të Kopsht, lë 2 vigade stopir, po
Faleminderit po të rënë. Bojnë pastërtit edhe për vetën ata që në revujnë po të rajan. Në ditë të tregoj muajt dhe vitet. Janar, shkurt, mars, prill, mart, qeshur, korrek, gësht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Po të ultara i tregon stirat e vitet. Po mora Ana, ne kime 4 stin, panvera, vera, vjeshta, dimre, po të më jara. Po se, ora di se kushtit, rrite, ploka dhe des, liri jo, kofshë, bime dhe i citet, po t'i gjanë. Po me jara, tu ka shtërë më vakot, ajo në mbon të gjithë, ku mole lume e dite, po të raja ma? Aha, unë e ti që ujë e tuket s'kënda, a vëllohet, kërë në rëndë dhe në tjelën që, po të mërë? Po me Rejana, unë tash ditë të trekoj, kër ngroj e tjeli, më pak e kur më shumë, kër është ati mam, e kur jo, po të den, ajtën se gjatën koshës të bjoke. Jo është kosë bjoke, rilja lupa që në mos, po të litja. Po të, i gjuaj kofë, shto bjoke, sepse se njërio, i bëllë, gëllë kujtisë, lej për tuk, ato, po janë e veta, po t'i aki? Ana ta shërita, mësova për ta pikën, se të sidhën në rrugë, se të kalën rrugën, po t'i janë? Ana ti si të përshëndetëm, si të falenderoj dhe si të kërkoj falje. Të vitu. Tani djemët tonë të mrekullueshëm do të na dhuroj një vallëzim energjik me këngën Sheri Vogël.
Gjatë viteve në kopsht, fëmijët tonë nuk kanë mësuar vetëm të luajnë dhe të këndojnë, por edhe të zbulojnë botën e dijes. Një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj është matematika. Dhe tani ftojmë disa nga fëmijët tonë të na tregojnë me fjalët e tyre të bukura se çfarë kanë mësuar nga bota e numrave. A flasim pak për matematikën. Unë e di se të gjithë fëmijët e formojnë paksi, po t'ja ti? Po t'ja e di kësë s'paj gjatë, kësë s'paj skut, po t'ja ketë? Unë e di kësë mbranda, kësë jashtë, po t'ero, e? Unë e di që kupi kote t'pri, po të t'ja? Unë e di të nëmbrea dhe të dalej që numri 4 është pas numrit 5, edhe numri 6 është pas numrit 5. Unë e di të ndalej numrat që do këtë 68. Po të irva? Unë e di ku fën maron dhe ku fën më let, po tyre jana? Unë e di gjyrat e stoftat e latja në gjelbër e kalqët dhe vjot, dhe në gjyrat e ngrëtave e kuqe dhe portoka. Po t'i grëna në të gënë që e mosim kohën? Pura jare, në qka e mosim kohën e urë, po me prishëm në qka e mosim po t'i erva? Po, pesha motën me peshore, po tira janë? Janë gjëti mosin e litër, po të ledi janë e denë se vati janë forma geometrike? Po më, rejthi, krekënëshi, katlurin, krekënëshi. Kopshti Folia 2 ka qenë më tepër se një institucion. Ka qenë shtëpia e dytë për këta fëmijë. Prandaj ftojmë në skenë Kaol, Vesa, Norkastroti, Loresa, Roen, Eden, Jan, Blen, Omer, Olten, Atek dhe Noela. Ti përshkruajnë përjetimet e tyre në kopshtin Folia 2. Kopshti i dashur, folje e dashuris, për mua gjithmonë të mbetësh kujtimi fëmëris. Ore këtu i kalua me luaj pushishe dhe dashuri. Pikturuam detin, lullet, djellin, dhëndrat tona të vogla me ngjyra të mëdha. Shumë shpejt erdhi dita ti thimi lam të mirë kopshtit tur, për kujtime nuk ka rënë kur. Tregua prova moson të fjallë të reja. E sëndë për në fëllin të në rrëtë. Faleminderit me se për do për qafim, për do për sheshe që në lëte, për do që në motete. Ore të qume, ore të lojes, do qasht e shnitë që të lëmëtoria. Ljotra tona e shirura që në lemni, mosuan të ndonë të presim dhe të duam. Emocione kemi se i them kopshtin ton lam të mirë. Jemi gati për hapin e ri. Asnjëherë nuk do t'ju harroj, o miqtami, faleminderit që më keni bërë lumtur në Folia 2.
kopshtin. Lam të mirë o kopshtin, me ty po ta zungezet, shumë shoke shoqe, këtu gjeta mësusën e dashur punëtore se bleta. Tani erdhi koha, kopshtin për lë, me lodra me kukla, s'do të luaj më. Tring, zila puna fret, lam të mirë o kopsht, shkolla puna fret, unë rina pong, pa shumë dhe pa fjot, mua do të më mësojnë shkronjën e pong, me lullën e duar, më shresën datare, të qete gëzuar në shkollë të shkojnë. Vëzët edhe motra të gjithë ishin, lëtë edhe lotrat, së bashku i kishin. Erdhi koha të themi lam të mirë, edukatorët që na jepin dashuri. Kukën të dritorja dashi ika, sët më prata betorja dhe atletika, qonë të mjët me libra e kopa në dorë, ika fluturiti se më pret shkolla. Mami sa durita, nuk jam më fëmi, mendja ime prap të këti do të ri, sot du të shkoj në shkollë, të bëhen me ditur, qash moj kukën pse je mërzitur. Me një lef, një letër, hiq vizat primole, këtë vizatoj, me susën apo momen, herë më talë, susja, herë më talë momen, si tja bëj shkretën, si mazuri ollën, vendosët i fotën, dhe përlisën e njetë, me susja o, në nëndyt për njetë. Tani do të ndalemi për një moment tek dy persona shumë të veçantë. Dy figura që kanë qenë si dritë për fëmijën tua çdo ditë. Ato që i kanë përqafuar kur ishin të trishtuar, i kanë nxirur kur kishin nevojë për guxim dhe i kanë udhëhequr me dorën e dashurisë në çdo hap. Po flasim për edukatorët tona të dashura. Dhe për të shprehur gjithmirënjohjen që fjalën ndonjëherë nuk arrin ta përshkruajnë, ftojmë në skenë Noela, Tuana, Rejana, Riga dhe Jara. Mësuese ime, jam të mirë mësuese ime, ti mësove shumë gëzime, andaj kur më të arroj, me dashuri gjithmonë të kujtoj. Me mua bëdhe shumë dashuri, gjithçka që di e mësova nga ti, me zemër të thyer të them jam të mirë, dhe ti ke qenë mësuesja më e mirë. 3 vite shkuan shpejt, një nga në ditët e mia shkuan shpejt, e unë të ti, ata shumë gjëra gëtime, më ofrojnë tutja ime. Tash në shkronja me numra, di për mollet e për fushat, profesionet dhe matematik, kosheve të rejna nuk a kam prit. Vite tjetër jo prantoj, shumë e shumë dhe të mësoj, kjo sa por në prat, foqin vat e shëndet. Tani ju ftojmë të gjithë të heshni për një moment, sepse do të përjetojnë së bashku një pjesë emocionale, ku fëmijët do t'i rikthehen për herë të fundit në ëndra që kanë parë në kopshtin për 3 vite në kohën e gjumit, ku Ninulla Nina Nana i përcjell në gjumin e ëmbël. Nina Nana Nina Nina Nana Nina Nana Nina Nana Nina Nana Nina Nina Nana Nina Nana Nina Nana Nina Nana Sim Nina Nana Lumja unë lumja ka jam të përkund Nina Nana Sim Nina Nana Nina Nana Sot është dita e fundit në kopsht. Fëmijët, si çdo ditë tjetër,
shtrihen për të fjetur në këngën e gjumit që i përcilli për 3 vite. Por, këtë herë ka një ëndër të veçantë. Në ëndër, ata janë sërish së bashku, me shokët e shoqet që u rritën në kopshtin e tyre të dashur. Ata sot do të kujtojnë gjërat e bukura që kanë përjetuar. A mboni në me kur lua në burën në kushtin e ujë? Mua më kujtohet kur festone dilindje me balona. A mboni me kur i tuan gjyshin në këpsh, ishte e veçantë. Në të mojnë me vizitat në vendet e ndryshme, Lodra, Ferma, Ura Agurit, Kaloja, Prekozi, vizitat e ndërtiste shumë vendet e tjera. Ne kemi shumë kujtime nga ka. Da të përmungoni sot, o shumë të mi, te, të gjithë jo që o rritën bas. Kur bëni këshë po fleshim, për kur me susja të rinë nga dhoma, në zgjëshim dhe qeshim. E mësusja. Fëmijët tani flanë, por në zemrat e tyre rinë zgjuar kujtimet. Ata do të rriten, do të mësojnë gjëra të reja, por kopshti do të jetë gjithmonë shtëpia e parë e dashurisë, lojës dhe miqësisë. Të qeshurat, përqafimet dhe ëndrat e vogla do të rinë gjithmonë këtu, në këtë vend të bukur që quhet kopsht. Jam të mirë, fëmijë të dashur. Kjo ishte ëndra juaj e fundit në kopsht. Pas një programe të mbushur me dashuri, për kushtim dhe shumë emocione, po ja ofruemi fundet. Fëmijët do të pranojnë certifikatat e tyre si simbol i përfundimit të një kapitulli të bukur, ndërsa fundi i do të kurorëzohet me një vallë popullore të realizuar me përkushtim nga vajzat tona me plot energji. Noela Huseni. Rejana Gjoka. Fesa Berisha. Riga Turgure. Tuana Plana.
Floresa Mehole, Erva Abazi, Ema Seljaci, Jam të mirë o kopshti em, jam të mirë edukatore, fjalët e tua dhe këshillat Jara Feka, do t'i kujtoj prore, fjalët e tua dhe këshillat do t'i kujtoj prore. Jam të mirë o shok e shoqe, jam të mirë o mes e me, dalë nisemi drejt e shkollës. Tua Feka, Jemi përsëri, dalë nisemi drejt e shkollës. Jemi përsëri, edukatore, fjala jote është qenore, këshillat e tua do t'i kujtoj prore. Atik Qërkine, Edukatore, fjala jote është qenore, këshillat e tua do t'i kujtoj prore. Akin Bashke, Jan Bunjako, Jam të mirë o kopshti em, jam të mirë edukatore, fjalët e tua dhe këshillat Elsa Diko, do t'i kujtoj prore, fjalët e tua dhe këshillat do t'i kujtoj prore. Her me lot, her me gzim, Rajan Koqe, ma përgjigje me dashuri, të këtij jam plotësi. Ma përgjigje me dashuri, të këtij jam plotësi. Edukatore, Gentian Gërgure, fjala jote është qenore, këshillat e tua do t'i kujtoj prore. Edukatore, fjala jote Kran Ademe, këshillat e tua do t'i kujtoj prore. Omer Magjube, Dedjan Kinako, Jam të mirë o kopshti em, jam të Ede mirë Roen Gjoha, fjalët e tua dhe këshillat do t'i kujtoj prore, fjalët e tua dhe këshillat do t'i kujtoj prore. Jam të mirë o shok e shoqe, jam të mirë o mes e me, dalë nisemi drejt e shkollës. Jemi përsëri, dalë nisemi drejt e shkollës. Jemi përsëri, edukatore, fjala jote është qenore, Nor Peka, këshillat e tua do t'i kujtoj prore. Edukatore, fjala jote është qenore,
i bishe. Lor Kastrati. Kaon Pronaj. Jam të mirë edukatore, pjatë tua dhe këshillat do t'i kujtoj Flore. Pjatë tua dhe këshillat do t'i kujtoj Flore. Her me lot, her me gëzim, çdo mëngjes vija tek ti. Ma përgjigje me dashuri. Tani ftojmë drejtërisën në skenë për të ndarë mirënjohjen për edukatorët që me shumë dashuri dhe për kushtem kanë qenë para fëmijëve gjatë këtyre viteve. Për ta përmbyllur këtë ditë të veçantë, ju ftojmë të na bashkoheni në koktejlin e përgatitur me dashuri për të gjithë ju. Të dashura edukatore, me shumë respekt dhe kënaqësi, sot ndaj mirënjohje për ju, për punën dhe për kushtimin e palodhur që keni bërë me fëmijët tanë. Ju lumt, ju përgëzoj për programin që ishte kënaqësi që ishim këtu së bashku të festojmë së bashku me fëmijët. Edhe njëherë, dua t'ju falenderoj për praninë që ishit këtu së bashku, e fëmijëve ju uroj shëndet e pat e shumë suksese në çdo hap të jetës. Faleminderit.
kuptimin e